Këngëtarja shqiptare martohet me të dashurin arab, gjithçka ndodh në fshehtësi. Këngëtarja shqiptare Anita Latifi, e njohur nga formati DSDS dhe aktualisht pjesë e spektaklit Kampf the Reality Stars, ka kurorzuar dashurinë e saj me partnerin Fabrice në fshehtësi të plot. Çifti është bashkë prej gati 7 vitesh dhe njihen që nga koha e shkollës. Në një prononcim për Bild, Anita tregon: "U fejova në prill në Zandvoort, Holand, në Bregdet. Propozimi ndodhi në perëndim të diellit, ishte vërtet romantik. Ishte një surprizë e bukur, por pas kaq shumë vitesh lidhje, mendoj se ishte momenti i duhur. Pas propozimit nuk kanë humbur kohë. Donim menjëherë të martoheshim në mënyrë civile, vetëm me familjen më të afërt. Asnjë nga miqtë tanë nuk e dinte." Sipas gazetës gjermane Bild, ceremonia u mbajt fundjavën e kaluar në Schloss Martfeld në Skelm, një vend i mrekullueshëm dhe privat. Anita vendosi të mos e bëj publik mbiemrin e bashkëshortit, por konfirmoi se do të vazhdoj të përdor emrin e saj artistik. "Donim që gjithçka ta shijonim vetëm për veten tonë." Pas ceremonisë, çifti e festoi martesën në një restorant elegant, larg syve të publikut. "Fillimisht e mbajtëm gjithçka private, por tani duam ta ndajmë këtë lumturi edhe me fansat tanë." Gjatë xhirimeve të spektaklit Kampf the Reality Stars në fillim të vitit 2025, Anita zbuloi se ishte shtatzën. "Në mes të setit, testi i shtatzënisë doli pozitiv", tregon ajo për Bild. Aktualisht në ekran ajo shfaqet ende pa barkun e shtatzënisë. Të mërkurën ajo hyri në vilën e të famshmëve në plazhin e Tajlandës dhe nisi menjëherë përplasjet e para me banorët e tjerë. A do ta trashëgoj foshnja e ardhshme karakterin shpërthyes të Anitës? Kjo mbetet për tu parë. Ndërkohë, çifti po mendon të organizojë një dasmë më të madhe pas lindjes së fëmijës. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.